Megjithse jemi në kohë fushate elektorale, zyra e rinovimit të pasaportave dhe kartave të identitetit në Vlorë, por edhe aplikimit të tyre, vazhdon të veprojë me orarin e vjetër. Orar ky zyrtar nga e hëna në të premte, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 16 pasdite. Kjo ka bërë që qytetarët e Vlorës mos të kenë mundësi të një dite shtesë ku mund të rinovojnë pasaportat dhe kartat e tyre të identitetit. Vlen këtu të theksohet fakti se janë qindra qytetarë në Vlorë të cilët kanë një kartë identifikimi dhe pasaport në afat vlefshmërie që ka kaluar dhe qindra qytetarë të tjerë të cilët banojnë ose jo në Vlorë, momentalisht në 11 maj ju skadon dokumenti biometrik. Prandaj lind nevoja që zyra kur rinovohen këto dokumentacione apo aplikohet për të reja të qëndrojë hapur edhe të shtunën, të paktën deri më 11 maj, për t'i dhënë mundësi të gjithë qytetarëve që rinovojnë dokumentat e tyre biometrike të kenë një ditë shtesë. Ndër të tjera, kjo gjë do të ndikonte pozitivisht edhe në shtimin e numrit të votuesve në Vlorë, të cilët do të marrin pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Vlen të theksohet se pjesa më e madhe e qytetarëve të Vlorës, përgjatë orarit dhe ditëve ku zyra e rinovimit të dokumentave biometrike funksionon, janë në punë, duke mos patur mundësi të shkojnë për t'i rinovuar këto dokumenta, pasi nuk marrin dot leje. Ndaj tepër e nevojshme për ta që të paktën deri në 11 maj t'ju ofrohet një mundësi shërbimi shtesë, e cila mbi të gjitha ju garanton të drejtën e votës, ju garanton të drejtën për të vendosur për të ardhmen e vendit. Gjithashtu, përgjatë kësaj periudhe, Vlorën e vizitojnë edhe shumë emigrantë, të cilët kthehen dhe për të rinovuar dokumentat biometrike, ku edhe ata kërkojnë një ditë shtesë për të patur më tepër mundësi për të rinovuar apo aplikuar për dokumentacionet e reja. Tepër e rëndësishme që kjo zyrë, që është e vetmja në Vlorë, të qëndrojë më gjatë hapur për t'ju dhënë mundësi edhe atyre të cilët nuk i kanë këto mundësi të kenë më tepër kohë për aplikim.